Vetëm pak matoshi edhe Bajqerovski. Nuk ka posë. Tani që shkojmë zgjedhje, a e synoni një rezultat 50% ose 51%, a është idilike të synohet kjo? Apo cila është pritja juaj, para se flasim dhe gridi? Unë nuk mund të jap rezultat. Pritjet, po unë mund të them që e njëjta pritje mas shkurtit të vitit 2025 ka qenë që lëvizjave të vendosje pas 42% të bjerë edhe më poshtë. Jo, ajo ka qenë pritje nga pjesa opozitare, ne po flasim për pritjet realiste. Po du me lidh edhe pritjet e juaja. Unë mendoj që pas ati 42% doli 51.11. Unë nuk mund të jap rezultat kushtrim, por e di një gjë. Synimi. Unë mendoj që opozita ka gabim, shkuare në zgjedhje, ikje në për koridore të deputetëve dhe mos ardhen në votim kur e din që vendimi i gjykatës. Opozitën tha, po tani pritja juaj. Vendimi i gjykatës kushtetuese thotë shumë qartë.